të cilim disa pyetje tek fondi i mjekësisë tek lidhjet kimike. Fillojmë me pyetjen 57, thotë nëse X i përfaqëson azotin, cila prej alternativave të mëposhme paraqet formulën e saktë të oksidit kur ai kombinohet me maksimumin e sasisë së oksigjenit. Nga numri atomik që na është dhënë, ne kuptojmë se në çfarë grupi ndodhet azoti. Atëherë ndodhet në grupin e 5A, pra valenca maksimale e tij është 5A. Duke qenë se 5A është valenca e tij maksimale, oksidi do jetë X2O5A. Na kërkon formulën e përbërjes sulfat amoni. Atëherë, ionet sulfat e kanë ngarkesën -2, ndërkohë ioni amonium e ka +1. Atëherë, si rrjedhoj, do ishte përgjigjja e saktë pika B. Formulat njësi thot për kriprat e formuara nga këto katione dhe anione. Kemi nga kaliumi dhe ioni fosfat. Do shikoni ngarkesat, atëherë ngarkesa e kaliumit është +1 e fosfatit është 3-, kështu që ngarkesat këmbehen, K3 po 4. Dhe ishte alternativa e parë. Shikojmë edhe sulfatin e litiumit, kemi litium plus edhe ionet sulfat 2-, këmbehen valencat Li2SO4. Shikojmë pyetjen 60, cila nga formulat kimike të mëposhme tregon raportin e saktë midis ioneve barium 2+ edhe ioneve nitrat. Duke patur parasysh edhe këtu ngarkesa 2+ edhe minus, këto këmbehen, kështu që do kemi një barium me 2 grupe nitrat. Do shkonim me përgjigjen C. Raporti i atomeve magnez-azot në përbërje nitrur-magnezi. Atëherë kemi magnez edhe azot. Magnezi e ka valencën 2, ndërsa azoti tek nitruret e ka 3, kështu që do ishte Mg3 në 2. Raporti do ishte 3:2. Cilat janë numrat e oksidimit të azotit në oksidet e tij? Atëherë dim që azoti është një prej elementeve që formon disa okside. Atëherë fillojmë me oksidin e diazotit. Monoksidin e azotit. Trioksidin e diazotit. Dioksidin e azotit edhe pentaoksidin e diazotit. Pra do ishte përgjigjja C. Formula e saktë e përbërjes fosfat magnezi. Atëherë magnezi do ketë ngarkesën 2+, ndërkohë fosfati e ka 3-. Kështu që do këmbeheshin dhe do kishim 3 magnez me 2 fosfat. Do ishte alternativa C. Komentoni pyetjen të cilën e doni që ta zgjidhim tek videot e radhës. Faleminderit.